Mbyllja e kapitujve të parë të procesit të integrimit diskutohet këtë të martë në Bruksel, por ndërsa Edi Rama takon krerët e lartë të Unionit, opozita solli në vëmendje kushtet shtesë të vendosura. Për të ecur më shpejt me integrimin, Gazmend Bardhi propozon në emër të Partisë Demokratike 3 ndryshime ligjore. Për këtë arsye, gjatë ditëve në vijim, do të depozitojmë për miratim në Kuvendin e Shqipërisë 3 nisma konkrete që kërkojnë votën e deputetëve pro integrimit evropian. Së pari, shfuqëzimin e ligjit për investimet strategjike. Së dyti, do të depozitojmë një iniciativë për dekriminalizimin e plotë të shpifjes ndaj gazetarëve. Së treti, do të depozitojmë një iniciativë për kriminalizimin e plotë pastrimit parave si vepër e veçantë penale në Kodin Penal të Republikës Shqipërisë. Kjo është një nga kërkesat më të drejtë për drejta të Bashkimit Evropian në këtë fazë të negociatave. Duke e referuar raportit të IBAR, Bardhi tha se aty ku zbuluan shkelje të rënda në zgjedhje. Më parë, patronazhimi i zgjedhjeve që Rama e mbron me aq përkushtim dhe pasion, as nuk përmendej fare në raportet dhe marrëdhëniet e negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Sot Bashkimi Evropian kërkon zyrtarisht parandalimin e rrjetit të patronazhimit dhe përdorimin e pushtetit institucional si mjet presioni elektoral. Bardhi theksoi se opozita kërkon dhe mbështet antarësimin sa më të shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian, e për këtë kërkoi që edhe mazhoranca të respektojë kërkesat e Unionit.